Të shtunën e 17 janarit të gjitha ekipet e kategorisë së parë do të zbresin në stadiume për të rinisur kampionatin e futbollit 2025-2026. Në javën e 18 të këtij sezoni, ekipi i futbollit Burreli do të presë në stadium Ileri Ballabani ekipin e Apolonisë së Fierit në një ndeshje e cila pritet të dhurojë emocion dhe rezultat. Për djemtë e drejtuar nga tekniku Samuel Nikaj, kjo ndeshje do të hapë siparin e rezultateve pozitive për vitin e ri kalendarik, për të dhënë një shtys më shumë skuadrës drejt një sezoni të suksesshëm. Futbollisti Albi Xhavrahimi është optimist sa ai vetë dhe kolegët e tij do të japin maksimumin në këtë përballje dhe se do të dalin me 3 pikë të plota në përfundim të lojës. Ndonse në formacion do të ketë disa mungesa për shkak të gripit sezonal, kjo nuk pritet të ndikojë në frymën e përbashkët për të marrë pikët maksimale. Në thënë drejtë kemi nisë shumë mirë, jemi të usavit shumë mirë, kemi nisë shumë me datë 3, edhe jemi përgatit për nesër. Pavarësisht se kemi disa mungesa të rëndësishme, por nesër besoj që do dalim me 3 pikë dhe do jetë një fitore. Atë shpresojmë edhe ne se gjitha mundësit i kemi, pse jo, që ta nisin sa më bashkë të kampionat. Burreli dhe Apolonia vijojnë të jenë në rivalitet për shkak të pikëve të parafurta që kanë deri në javën e 17, ku Matianët kanë siguruar 23 pikë dhe pozicionohen në vendin e 6, ndërsa Fierakët 22 pikë dhe pozicionohen në vendin e 7.